Forcon trurin dhe mbron kujtesën, kjo bimë bën mrekulli. Rozmarina është një zbulim absolut kur është fjala për funksionet njohëse dhe logjike të trurit. E njohur si rozmarinus, kjo barishte aromatike vjen nga mesdheu dhe është përdorur kryesisht si çaj ose si një erëz në gatim. Megjithatë, përfitimet e saj në stimulimin e kujtesës së njeriut janë të pabesueshme. Rozmarina është e fuqishme kur bëhet fjalë për përmirësimin e kujtesës dhe funksionet njohëse të trurit. Ajo është e pasur me acid karnostik dhe mund t'ju ndihmojë të rigjeneroni trurin tuaj dhe ta mbroni atë nga dëmtimet. Pas testeve dhe studimeve të shumta, studiuesit gjetën se njerëzit e ekspozuar ndaj vajit të rozmarinës ose rozmarinës kanë një rritje të kapaciteteve të kujtesës me 60 deri në 75%. Rozmarina gjithashtu është e pasur me hekur, kalcium dhe gjithashtu vitamin B6, prandaj siguroni që ta përfshini atë në dietën tuaj.